Një tragjedi e rënd ka tronditur Maldivet pasi autoritetet konfirmuan gjetjen e 4 trupave të fundit të zhytësve italian që humbën jetën gjatë një ekspedite në shpellën nënujore. 5 zhytësit italian u zhdukën javën e kaluar gjatë eksplorimit të shpellave në atollet Vavu, një thellësi prej rreth 50 metrash në ujë. Trupi i parë u gjet të premten, ndërsa 4 viktimat e tjera u lokalizuan pas një operacioni të vështirë kërkimi të drejtuar nga specialist finlandez të zhytjeve në shpella. Rrjeti Evropian i zhytjes, Dan Europe, deklaroi se operacioni ishte teknikisht shumë kërkues dhe emocionalisht sfidues. Ekipet arritën gjithashtu të mbledhin informacionin e nevojshëm për rikuperimin e trupave nga struktura e shpellës nënujore. Sipas autoriteteve maldiviane, grupi kishte hyrë në një zonë të thellë dhe të rrezikshme përtej kufive të zakonshëm të zhytjes rekreative që lejohet në vend. Presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizu, mbikëqyri personalisht operacionet e kërkimit. Zëdhënësi presidencial Mohamed Hussein Sharif deklaroi se viktimat ishin zhytës me eksperiencë dhe e njihnin mirë territorin Maldiveve, pasi kishin realizuar edhe më herët zhytje teknike në zonë. 4 prej viktimave ishin pjesë e një ekipi të Universitetit të Gjenovës, ndërsa viktima e 5 ishte instruktor zhytjeje. Ndërkohë, tragjedia u rëndua edhe më shumë pasi një zhytës ushtarak i Maldiveve humbi jetën gjatë operacionit të shpëtimit për shkak të sëmundjes së dikëprosimit. Kushtet e këqija të motit dhe thellësia e madhe e shpellave vështirësuan ndjeshëm ndërhyrjen e ekipeve të kërkimit. Autoritetet kanë nisur hetimet për të kuptuar se çfarë shkoi keq në një nga aksidentet më të rënda të zhytjes të regjistruara ndonjëherë në Maldive.